janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur me linë pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kurse tek ai që vjen. Ai që vjen sa Osmani, duhet të jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. So vetëm LDK, s'ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes. Pra, ato janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera politike, por LDK me PDK nuk kanë marrëveshje të tjera. Për hapa tjera pretni mas zgjedhjeve. Vullneti i popullit shqiptar të Kosovës nuk është një nen kushtetues me të cilin mund të abuzojë dikush. Nesër 4 javë janë zgjedhjet e reja e të jashtëzakonshme, të cilat vinë më pak se 5 muaj pas zgjedhjeve të kaluara ku ne shënuam 51% të votave. E ato vinin 10 muaj pas zgjedhjeve ku ne fituam 42% të votave. Prej shkurtit drejt dhjetor, pra, në vitin e kaluar u rritëm për 9%. E nëse rritemi po aq prej dhjetorit drejt qershor, atëherë vërtet do të mund prekim më 10%. Nëse punojmë ashtu siç veç ne dim, ashtu siç e kërkon situata, me sinqeritet dhe për kushtim, edhe kjo padyshim që është e mundur. Sa herë po na bllokojnë, ne po rritemi e ata po marrin përgjigje edhe më të fortë nga populli. Megjithatë këto, unë jam i mendimit që si shtet, si shoqëri, si institucionet sistemit që duhet të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe efikase, ne nuk kishim nevojë për zgjedhje të tjera të reja kaq shpejt. Duket sikur dikush, mbase ndonjë strateg që rre nga hije që drejton nga prapaskena veprimet opozitare, po mendon që zgjedhjet janë të domosdoshme. Ndoshta janë për dikë, por jo për popullin e për shtetin. E kjo po ndodh me qenë se përballë nesh kemi një opozit që ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur ta bllokojë shtetin. Opozita bllokon për shkak se tashmë kemi blok opozitar. Është në qenjen e tyre bllokimi. Ju e shihni se si mbështesin, ndihmojnë njëra tjetrën dhe sa shpejt e kollaj bëhen bashkë kundër vetëvendosjes dhe qeverisjes sot. Kur ne erdhëm pushtet, ishin 10 terminale doganore private, sot të gjitha terminalet doganore janë shtetërore. E pra, kjo shifër kaq faktike, kaq e thjeshtë dhe e kuptueshme, na shpjegon se pse janë qartë dhe nuk pranojnë asgjë tjetër, por vetëm të bllokojnë. Dikur me linë pare nga terminalet private, por sot paraja shkon tek ai që punon e kursesi tek ai që vjen. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tashetutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin, garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë më jepni edhe disa ditë të finalizoj diskutimet dhe me zonën Osmani për të përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm. Pra kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim të përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani dhe në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm do të formalizojmë këtë çështje në detaje. Asnjë kusht me Vjosën s'kemi pas. Por nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës për bashkimit të gjithëve brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe ky përbashkim nuk kupton që ne ndërtojmë relacione mbi mirëbesim. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk pritet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. Sot më jepni pak kohë që ta finalizojmë zyrtarisht, sepse kjo është vetëm çështje e lidhjes demokratike të Kosovës, duhen dy për një marrëveshje. Ka pas një problem. Jo, kjo çështje është për mua. Besoj që Vjosa Osmani duhet të jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që
bashkë me kolegët tonë dhe Milinë Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetës, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi, përderisa gjejmë një modalitet që funksionon, që fton njerëzit të bëhen pjesë e këtij rrugtimi, që ngrit shpresë për Republikën e Kosovës, edhe në fund që e ngrit edhe vizionin dhe programin politik Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtimin e duhur. Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, vetëm LDK, s'ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me partitë të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Ja, s'ka, ka qenë atmosferë e shkëlqyeshme, ka qenë mirëbesimi i mirë, atmosferë e mirë e përbashkimit. Kjo është fokusi jonë, ta kemi qartë. Por LDK-ja edhe për ju dhe për të tjerët, ta kuptoni se nuk mirët me çështje lokale në këtë fazë, kemi 30 e pak ditë para fushatës, vizionin e madh kemi te gara ashme nacionale, te një listë fituese. Besoj shumë shpejt do të finalizohet dhe do ta kemi në publik si të tillë, edhe që është me interes edhe për vendin edhe për shqyqeni kryetarët e komunave kanë të drejtën e tyre bëjnë marrëveshje për shumicën që ata konsiderojnë. Po nuk mund të them që ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra mund t'ju gënjej, po s'kemi. Po ta kemi një marrëveshje të tillë ma tregoni pra. Pra LDK-ja nuk ka bërë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Kam komunikuar edhe me Bedri Hamzën këtë çështje. Kemi thonë, kemi marrëveshje, jo s'kemi marrëveshje, në rregull, me qenë se s'kemi marrëveshje me LDK dhe PDK, unë du të qartësoj për publikun, sepse mediat po pyesin që ka marrëveshje të tillë, se ne s'kemi. Pra, ato janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera politike, por LDK me PDK nuk ka një marrëveshje të tillë. LDK është në qeverisje, dhe LDK ka 15 asamblesë, si forca më e madhe politike në Prishtinë. Unë po ju them që LDK nuk ka marrëveshje me PDK-n, për hapa tjera mpret një mas zgjedhjeve. Tash jam interesuar veç me bë bashkimin e madh, me bë një listë fituese, me vendos një kandidatë të shkëlqyeshme për presidente, një kandidat mirë për kryeministër, edhe unë bashkë me këta 110 tjerë që jemi bashkë, me arrit një rezultat të mirë që besoj është i mirë për qytetarët e Kosovës. Opozita po e kërkon pushtetin duke bllokuar progresin. Kjo është sikur të kërkosh të bëhesh kapiteni i anijës duke ja shpuar fundin asaj. Ata refuzuan të votojnë gjatë vitit 2025 kryetaren e parlamentit Albulena Haxhiu. Refuzuan të votojnë për Glau Konjufcën, njeriun e dytë më të votuar në historinë e Kosovës. Kuptohet për mua refuzojnë gjithmonë, nuk duan të më shohin me sy, dalin televizionet e tyre për të thënë se unë u dashka të eliminohem me çdo mjet.